Unë ka pas dyqanin më të vogël këtu. Sa lera e mallit tuaj? Sa dushëm më tepër se 200 milion lekë. Çfarë tregton? Neve, unë më i vogli, po tjerët që kanë më shumë këtu. Çfarë materialesh tregton? Unë trektosha çorape. Çorape dhe kështu, geta, streçe, gjona kështu. Vetëm një dyqan? Unë kisha një, goca kishte 2. Goca u doq komplet. Pronit familjar? Kondinjer Marena, goca. Po këtu tani na u bo pallati këtu kemi Miraldin edhe na sollën këtu. Ja, la Marina që kanë bërë këtu. As nuk na i siguroshin. Ju kanë kërkuar, a ju kanë kërkuar ju më herët të largoheshin? As i herë, ku? Këto i panonë me gjithë bashkinë, u lidhen me bashkinë edhe ja. Dyqanet tuaja janë të shkërmbura plotësisht. Ja ku i ke, gjitha. Gjitha dyqonet, jo vetëm imi, gjitha. Ore nuk na i siguroshin, kemi vajt ke sigurimet me këtë lloj. Me këtë lloj ndërtimi këtu nuk sigurohet asnjë gjë. Sa qira për cifër? Unë pagosha 570.000 lekë. Po vajza? Më shumë se 1 milion lekë. Se kishte 2. Çfarë kërkoni ju nga shteti në këtë? Ore të verifikoj. Shpërblim total të ka ardhur për fajin ton, ka ardhur për fajin e këtyre se ka marrë aty ka plas. Ke panelet që kanë vënë to. Ke panelet, ka plas aty. Nuk e di unë se si ka ndodhur, se unë kam qenë në shtëpi. Nga llafet dhe shikojnë kamerat, janë kamerat. Ose do t'im qefin. Ju kishit kamera vetë? Ore ne pak kohë kemi këtu. Ne pak kohë kemi, ne kemi 5-6 vjet këtu. Ja 10 vjet, asë 10 vjet s'ma mërmenja. Po kemi gjithë jetën tonë, se gjithë i fuqim këtu. Asë një me kush ka artu. Asë i gjomë, Allah. Lafe qarkullojnë, Allah. Lafe.